kufiri fillon qëtu, e sillet rreth rrotull, edhe na vun thajtjem komplet mrena thuj territori Shqipërisë dhe ka kanë kur i nda kufit 3 vjet, o kanë zonë neutrale, derisa fuqitë e mëdha vendosen me ia dhënë Malizi. Gëndova mbi ditët fatlume që do lindshin pa dhunë, nagimin e lirisë për ty me popujt këtu e ngjeti, mbi forcë të bashkimit të mbar, mbi vrullin tanë të mshehun. Unë, biri yt besnik dhe poeti. Dhe atëherë, kur dielli ngritet në qaf listi si medalion dhe shpërndan mjegullin me shkëlqim, përpara të del edhe më qartë kjo panoramë mahnitse, brenda së cilës kjo familje fles gjote gjatë 3-4 muajve të verës. Kur kem dalën në fillim në bishk, e kem pas tradit, i lyshim o gisht me boj me ngjyrë të kuqe, javnojshim kumond, pushke në altin, kriske pushka, kriske altia, thojsha ka bënë të luft. Sa t'jem gjallë une, i ruj. Mas meja ka me i rujt, kur shas ka me i rujt, kena me po. Kur bënd shdjergja, si ti nisi që aty, rrugës poshtë, i shevesh të lujt të këtyje, kingjat e delet gëzohen, se ka ardhë kuat në shdjerë. Ka mjetë vetëm një stan, në cili del në fushën e sirme. Dhe na krenohemi me atë familje, me të thonë drejtën, pronën po dhe me ja kthye shpinën gjithë ati investimit, e asaj njërë se diçka sigur me më kap një farë mallkimit. Mjalti nga vunthajt, ka arrit në Amerikë, ka arritën nëse punon sa punon në mergim, punon këtu në vunthaj, do t'a gjenjsh veten më mirë dhe do t'a gjenjsh qetësinë. Këtë vitë në klasën e parë fillon vetëm një nxënës, edhe ajo është vajza ime, Eli Ahmetaj. Duke kon jo ta shamon, ty duke kon. Sepse bukuritë të tilla kontrastesh përbëjnë këtë lugin prallore dhe si në pikturat më të bukura nga dorë perëndie, ngjyra jetë e vdekje shkrihen në harmoni. Dërsa ky imazh me fluturim petalesh, si një mirazh hynor mbi këtë foto të ngjitur në faqe shkëmbi të një vullthjani të shuar në valet e kësaj ujvare, dhe këto voglushi që vrapojnë kahjeta harlisur në përreze, kanë një rrugë të vetme. Ndërsa që të dyja bashk, një mesazh i qartë se si jeta, paqja dhe vdekja nuk janë tjetër veç se një rrugtim i vazhdueshëm dhe kapërcim nga një etapë në tjetrën deri në kthimin tek krijuesi i botëve. Sepse të tilla logje e zanash e kreshta dragonjsh përbëjnë zonën mahnitse të Plavës dhe Egucis, pjesës të cilës janë edhe këto burime, të cilat shpërthejnë furishëm nga bjeshkët epike dhe duke rrethuar kullën historike të Alej Pash Gucis, shtrihen si një pasqyrë kristalore në syprinën në së cilës shkrepin panoramat hynore. Përderisa liçeni i Plavës mbetet një margaritari i kaltër i kësaj treve, cila me magjinë e trashëgimisë natyrore njihet edhe si perla e Ballkanit. Bjeshkë monumentale, kreshta epike dhe panoramat magjishme në prerjen e të cilave dikur vlonte jeta me të gjitha ngjyrat e zërat, burim jete për brezat e ikur, nostalgji për ne e trashëgimi e çmueshme për brezat e rinj, e përbëjnë këtë kënd alpin. Por gjithçka do të kishte bukurinë e plotë, sikur kjo të bën nguri e druri brenda kësaj bjeshke, të mos ishte e vetmja e banuar në këto anë dhe kjo tufë delesh në vath, qend bardhosh dhe këto lop laroshe në përshpatije, bagtia vetme e cila frymon brenda këtyre maleve. Bjeshket e këtushme dikur kishin ngjyra tjera, zëra tjerë dhe mozaik jete krejt ndryshe. Me bakti, me njerëz, kurse sot është
Pesha dhe i vetë me jemune, dhe me thonë nuk njetë kur ku zonë qobanit, as zonë thmije, për pos të stani jem këto. Dalja në Bjeshk ishte fest në vete, në të cilën mblidheshin të gjithë barin duke përgëzuar njëri tjetrin për fillimin një sezonit të re sa më të begat, duke qenë se ishte burim ndër më kryesorët e ekzistencës. Kur kem dalën në fillimin Bjeshk, e kem pas tradit, i lyshim o gisht me boj me ngjyrë të kuse, javnojshim kumond, pushke në altin, kriske pushka, kriske altia, thojsha ka bëhet luft, të thirë njëri tjetri qobanin, për hajrë dalja në Bjeshk. Kurse të qethja e kem pas tradit, ka 20 qethtar u bëjshim bashk. I qethshim delet, sot të unë, nesër të i tjetri, mas nesër të i tjetri, kriske qytelia, konga, këcimi, altia, ish knashti shumë e madhe. Edhe në Zhdjerga e përcjellshim njëri tjetrin, i nimojshim. Jo me ullë bylmetin, jo me ullë sene, pregaditshim mazije me, besa preshim kingjate, i bëjshim edhe Zhdjergat i bëjshim sikur lloj feste. Edhe sa të jem gjallë une, i ruj. Mas meja ka me i rujt, kush as ka me i rujt, kena me po. Një tradit se cilës po i jepet dritë vetëm nga mediat, si dhe e po tenton të ngritet në nivele më të larta nga iniciativat e shoqërisë civile. E në të vërtet, do duhet të ngritej në një organizim të përgjithshëm ndërshtetëror, mbarkombëtar apo në nivel rajonal për këta njerëz të rrallë, të cilët në mënyrë individuale përruajnë traditën e blegtorisë dhe të shtegtimit të tufave shtëpi Bjeshk, e cila dikur ishte shtyllë kryesore e ekonomisë së familjeve fshatare. Këto rrite mbahen individualisht nga blegtor tradicional, siç është ky blegtor fisnik, i cili organizon ato për çdo vit në shenjë dashurie për pararësit e vet, nderim për familjarë miq, si dhe përpjekje për të kalitur këtë traditë në memorien e brezave të rinj. I kishe si vjet? Po, kum pas qetu i kum qef, kena festue, kena ashtu, do me thonë sa që ekzistoj une, si muni une, do t'i ruj. Tufa e këtij blegtori shkon deri në 500 krerdele e 10 tralope gjedhe. Dhe i ka 500 gjopa i majt të më dhajt vogla. Me gjithë se tash i kum zvoglu e pak se është mëllë sezona, do me thonë e kingjave ashtu, tash kum rrëth 250 krerë, po këto menoj me i dimnua, me i majt, atër gjatë dimnit shtohen edhe. Keni subvencione për lot? Po kena. Sa është vlera? Po është diku ka 100 ershi. 100 euro për kokë. Për kokë. Po për dele sa është subvencioni? Për dele është 10 euro. Dhjetra të bana rreth e qark, por të gjitha të rënuare pa asnjë zë jete. Për shembull që tu ku ju më në tash, janë kënë 10 stane. Nuk po flas për Bjeshk tjera, se në Bjeshk me këtu në Bjeleq, 20 stane im kënë. Kur kush, atër është Romani, Zastani, janë qafe e borit e... Thatë, nuk jeni në Bjeshkin e juje, kujt është kjo? Po këtu është, kjo tokë për shembull është vëthjanëve këtu, këta kanë dalë në Amerikë, e shfrytëzoj unë. Kjo të banisht tradicionalisht ishte e banuar nga familjet Brunçaj dhe Ahmetaj, njëra nga të cilat tashmë ka trazuar edhe rrugën drejt kësaj Bjeshke. Që për shembull këtë rrugë vitin e kaluar e ka hap familja Ahmetaj. Dikur ngarkojshim kual vetëm me kual, kurse sot me xhipa, me makina të vogla, me traktora, për mua është një gjë shumë e madhe. Shumë e madhe kjo rrugë, ka domethënie të fortë për mua. Një erë e holl sjell aromën e çajit të Bjeshkës, të cilin këta banorë mbledhin vazhdimisht. Mbledhim çajin edhe kërkojnë edhe këta të jashtit shumë këtë çaj Bjeshke. Po fruta mali? Ka dhe fruta mali, për shembull boranica është medra jon. Teksa lopët janë shkapërderdhur në përkullosën e vestuar, ky dem sikur shfaqet ngado që gjendemi ne, ndërsa mundësinë e reagimit të papritur bariu e ilustron me përvojën e një vizitore të huaj. Ishte një turiste një femën. Edhe kisha një dhë të delet. Po e këshyrke ajo, veç e këshyrke turistën dhëja. Tha të kaloj, tha shkalo, tha s'dija gozoj, tha shpomëre, tha e tha nuk di, tha qka me në tha dhëja. Edhe kë, nuk di qa ka në krye. Me lopë dele e qenë si dikur, edhe si vjetë festa e Zhdjergave do tjetë ceremoni në vete, po ashtu. Po tjetër, po tjetër. Dhe nuk ka gjë më të bukur se imazhi plot gjallëri i Zhdjergjes së Bagtis, të cilën barinjt tanë e njohin në thelb. Ndërsa tejet nga zlyese loja e viçave dhe e qengjave gjatë Zhdjergave, të cilin imazh ky blegtor na e sjell parasysh. Kush e din si është marrë me to?
kur vjen koha për me dalë në bjeshk, si ti filloj shtëpia atje këto e dinë si dulën në bjeshk. Kur bëhet zhdjergja, si ti nisi që aty rrugës poshtë, i shevesh të lujt të këtyje, kingjat e deljet gëzohen se ka ardhë koha për marrë me ratësh pijat mu zhdjerg. Po dhe lopt, vetëm i nisi tonë dhe e dinë si është koha dhe zhdjergën. Po e thuja se lopt zhdjergën vetë pa kur njerë për mra pas, s'ka nevoj kur kush me shku mas të ne. E dinë rrugën edhe e dinë edhe kohën. Fjetja dhe zgjimi pranë ujvares së Vuthajve me tinguj të përzijër gëzimesh e vajesh sjell një kontrast ndjenjash të cilin e njeh vetëm ai që di historinë e kësaj bukurie e cila ma gjeps e vret. Atë sikur e ndjen edhe ky mëngjes i mjegullt, i cili do të na gjejë në bjeshkën më të afërt të fshatit panoramik të Vuthajve. Teksa Vuthajt e bukur mbesin pas nesh mbuluar në tisin e mjegullës si nusja në vellën e bardhë, mbi kurorën gjelbrore të pyjeve ngrihen vargmalet shkëmbore me këtë shkëmb gjigant në ballë. Këtë pjesë rrugë, këtë asfalt e kanë bërë një familje nga diaspora, të Dushaj. Djelte Sefer e Lezdi Dushaj. Sa kilometra Vetë është kjo? financim 1 kilometër e gjysë. Kjo që ke lagja Zaranica. Kjo është si lagje sipër me Vuthajve, apo jo? Si për me Vuthajve, do më thonë dikur janë shpengull gjithë, edhe këto vitet e fundit që 3 vite, do më thonë Por i kthej. për i kthe. Ta familja në Dushaj ka godit 3 kulla. 3 kulla si dhe asfaltimi i rrugës së shtëpie drejt tyre është rikthimi i fuqishëm i familjes Dedushaj në truallin e të parëve pas një migrimi shumë vjeçar. Përderisa në zemër të fushës së sirme, në shtëpi e vazhdimësia e kësaj rruge e hapur nga vllazëria Ahmetaj. Dhe i këto, do më thonë, është tash investimi i familjes dhe i vllazërve Ahmetaj, do më thonë 2 vllazërves, Shemalit dhe Brunos, të cilët kanë marrë investimin e kësaj pjesë të rrugës. Tu ka lindë në bjeshk janë rritë dhe rikthim me investim. Është moja e Kollatës, është moja më e larta më në territorin e Malicit. Kollata, kjo maje gjigante me rreth 2552 metra lartësi mbijetare, e cila njihet edhe si trekëndshi vuthjan, lidh Valbonin, Çeremin dhe Vuthajt. Rreth saj tashmë ka filluar një ditë e re me të gjithë laramanin tradicionale të bjeshkës. Teksa lehja e qenve dhe zilet e bagtive tërheqin në thelb të saj. Përmes grykës, mjegulla ende derdhur mbi lugin. E teksa bariu po rropatet me punë të mëngjesit, lopët po kullosin barin me vestë dhe demi qëndron përballë si i hutuar, qeni bardosh pas një lehjeje të trazuar, tashmë është relaksuar mbi kodër.
Pranë të banës me gurë e dru, tërheq kjo terasë e drunë mbuluar me gjethe e rrethuar me vazo lulesh, e cila shërben si një kafe bar natyror. Gjethet e thara derdhur mbi qati, ndjesi e veçantë natyrore. Më tanë, delet në vath vazhdojnë ripërtypjen e ushqimit të mbledhur. E teksa një qeni tufës na miklon me branin e but, tjetri spushon të lehurat duke u përplitur në vargonj, sepse ata mbesin mbrojtje pa kompromis e tufës nga çfarëdo rreziku që mund t'ju kanoset. Mikpritja edhe në këtë bjeshk plot të zemër siç din veç bjeshktar tradicional. Teksa kafeja me ujë gurre vije ngrohtë nga zonja të banës. Vazot e varura në trerët e drunjt kultur banimi që në Prag. Përderisa në mur, suvenirët artizanale atraksion shtesë për çdo vizitor. Pjesë e sofrës së shëndetshme edhe perimet e freskëta nga kopshti matan. Ndërsa në balë të murit të drunë të kësaj pushimoreje, shënon qartë menyja të gjitha ushqimeve që ofrohen. Një shkathësi kjo e kësaj familje për të shfrytzuar burimet e pashterura të bjeshkëve tona. Tingujt e gurrës përzihen me zilet e bagtive rreth e qark dhe një herë holl bjeshke po shtyn ngadalë mjegullin e dendur, nga gjiri i kurorës së drurit mbi kodër po shkrep dielli i ardh. Teksa nga rrënojet e të banave sikur dëgjohet jehona e zërëve të një kohe të perënduar, tufa e deleve që pret mielin në vathën mbi kodër, lopët përtej të arabave që ushqejnë viçat dhe tymi i vatrës mbi këtë të banë mbjellin shpresën për rikthimin e shpirtit të jetës në këto troje përsëri. Dhe atëherë, kur dielli ngritet në qaf lisi si medalion dhe shpërndan mjegullin me shkëlqim, përpara të del edhe më qartë kjo panoramë mahnitse, brenda së cilës kjo familje fle zgjohet gjatë 3-4 muajve të verës. Ndërsa çdo vizitor që përshkon shtigjet e këtyre bjeshkëve, lajmëtar i përbotshëm i këtij këndi bukurie alpine. Roli i Ciceronit këtu për secilin i domosdoshëm sa për t'u arrëfyer rrugët vizitorëve sa mënyrën e jetës së dikurshme, si dhe traditën e ruetur ndër breza që nga fiset e lashta e veganët kësaj zone. Largimi i këtij 75 vjeçari me premtimin të shihemi verën tjetër, mesazhi i qartë që njeriu të mos i dorëzohet moshës, e teksa me gjithë vitet mbi supa ai përshkon këto shtigje të ashpra, rreth nesh vazhdon dita me ritmin e gjallë të jetës bjeshktare. Përgatitjet për mielin e bagtis tashmë kanë filluar dhe në këtë proces angazhohet e mbar familja.
Vatha e deleve edhe këtu në dy pjesë të ndara me një deriçk të vogël, përmes së cilës ka përcjell të gjitha delet duke ndaluar tek vendi i mjeljes. Sa copa janë? Po janë gjithsej 250 krerë. Mielin 150 cupa. Sa merr një qumsh brenda dite? Tash marrim këtë kohë 5-60 litra në ditë. Djath edhe mos. E keni tregun e sigurum? Po, Po. din të shtëpia, e marrin në treg kështu, nuk dalin kur me ta. Kur delni ndjeshk edhe sa rrini? Bjesh dalim diku ka funi majit, në qëtë bjesh rrit dhe këtëri ka funi shtatorit, atër dal një bjesh tjetër. Në cilën? Në Zastan. Pse? Është rrugë makina, është ma ullët, është ma mirë për bjesh se këtu. Po e shoh se bashkëshortja të është krahi i fort, apo jo? Po të s'mu një maj. Po fëmijët, sa janë të lidhur? Për bjeshk apo për blegdori? Po që ta të mirë, ta rrinë këtu me neve, në animojnë bolle. Ka i herë kanë qepë edhe në Po, shpi. me sigurisht që edhe shkollohen. Edhe shkollohen, po tjetër. Ta të dy janë në shkollë të mesme në Pjavë, kurse vajzën e kena në Prishtinë. Vitin e parë është të rëgjit. Ky çift bashkëshortor ndihmon njëri tjetrin edhe në mjeljen e tufës, e cila sot është më e trazuar se rëndom. Po se këto me reagua për ditë, kështu atëre bajhalli për ne. Stanit gjitha të rënume me sa pash, apo jo? Gjitha, i moj menu këto stanë në plot njerëzë, plot baktije, tash vesh edhe ve. E me të folë për të kalume është muni me kjojt. Plot njerëz, plot fëmi, plot bakti, tash i vetëmi jëmë prej vunthave si dalë unë në këtë pjeshkë. Po mendon që nuk ka në bjesht tjera askush? Ja. As në bjesht tjera? Edhe këto bjesht për rreth, thuja se janë përfundim. Po a ka investu komuna për me rregullu infrastrukturën? Shumë pak. E kum fjallin për rrugë, shumë pak. Kurse për këto gjona tjera, jo kesh. Kur është, pse, cilat janë gjana tjera që ju kanë ndihmu? Po për shembull, kush delen bjeshk, kush dën me ndërtu në shtalla për në është 50% si ta jek dhe me thonë. Ke provu? Po, Ke marë? pa dishka kena marrë, dishka jo. Merë subvencione për bagtin? Po, Sa për kokë është? 10 euro është për kokë. Panorama e kullosave të bjeshkës tashmë krejt e qartë, por nga dielli i vënuar edhe në këtë orë të ngrinë gishtrinë, ndërsa këto dru të prera rreth e qark cungut të kujtojnë se mund të nxitosh për një çast e vatra të banës. Brenda mureve të zbukuruara me qëndisma, zonja të banës tashmë po merret me përgatitjen e mëngjesit si dhe të qumshtit të sapo mielur, teksa qumshti i djeshëm tashmë ka zënë shtresin e trashë të ajkës. Qarkullimi i kohëpaskohshëm i makinave shenjë se edhe vizitorët vendor të vazhdueshëm në këtë të vetmën të banë të banuar në këto anë. Dërsa kjo të banë buzë rrugë, gjithmonë mundësi për një gotë ujë, qumësht, kafe apo ushqim natyral. Musafirët e mjetë zajnë
Atëherë, kur tufa e deleve u zhyt në malin mbi kodër, kopeja e lopëve kullop në shpatin përtej dhe një çift i huaj ka ndaluar të hajë një mëngjes bjeshkë në tavolinën e drunit, ka llaxha e sipërme në shtëpi rruga e hapur nga vëllezërit Ahmetaj, të cilët dashuria për vendlindjen i riktheu nga mërgimi me investime në bjeshkën e të parëve. Ndërsa me kushëririn e tij mërgjimtar, edhe sot kanë dalë të shijojnë bukurinë mahnitëse të bjeshkës së të parëve. Sepse asnjë hap në rrugë të jetës nuk i ngjason ecjes në për këto shtigje të vjetra, pohon ai, të cilin malli për vendlindje në përcjell vazhdueshëm. Nga Amerika në trojet e rënuara të banave të vjetra. A ka që fort është lidhja juaj me vendlindjen? Shumë e fort. Hala i shohim ëndrat këto. Kur keni mërguar dhe në cilin vend jetoni? Jetoj në Sheba, kemi mërguar në 88-ën, në pranverë. Në cilin shtet jetoni? Mas pajt kemi jetuar në New York një 2 vjet, atër kemi jetuar në New Jersey koxa gjatë. Tash pas 16 vjet jetoj në Pennsylvania, shtetin e Pennsylvanisë. Në Amerikë. Te vendlindja gjithmonë rikthyer. Po. Dhe atë jo duar bosh, jeni rikthyer me investime. Pa investime, kem punu i shtëpi për plesni, thujtin, poshtë atje në fshat, edhe qëtë rrugë kem punue me mujtë me ardhë, me pak të troje, ma letë se kam të spunoj ma si që. Rruga në dukje veç një emër, por jetike për kthimin e shpirtit të jetës në këto anë dhe tejet më rëndësi për komunitetin e këtushëm të mbetur në numër tejet të vogël si pasojë e migrimit masiv, i cili vazhdon për dekada të tëra. Somet popull shumë pak, a kupton. Shumica janë në mërgim, këta si jetojnë këtu, shumë pak interesohen për bjeshk, një familje vetëm del në bjeshk, për i krejtë fshatit. Unë vetëm që tu i maj men 10 bane, me thënë si i maj menu. Çka kujton nga jeta e dikush? Pa bjeshka ka pas knaqësinë e vete, kupton. Gjithë vitin me zje priqim me ardhë pranvera e vonë edhe me dalë në bjeshk. Ajo shondra me madhe gjithë vitin e priqim me gzim pranverën me dalë në bjeshk. Mosha 19 vjeç ka kënë kur kom dalë. 88 sot, më rëvend. Kom dalë i ri jashtë edhe malë kom këtë vend. Bilet pakten me mujtë plesnin me. A është më e madhe kënaqësia që jeni kthyer apo dhimbja që është kaq? Në kjo dhimbja është më e madhe. Se kur si kom lënë unë, si e gjeta kur u ktheva, është diferencë e madhe. Mjerisht. S'ka njerëz. Toka, vendi është i njëjtë, a kupton, po kanik njerëzit. Është të merr. Çka është bën këtu. Do të thonë kur kom dalë unë, ka pas plot njerëz. Edhe para me e kanë dalë, a kupton. Por me lëshua krejt që ajo e dhimbshme. Në mungesë të pranisë së njeriut, edhe të banat tashmë i ka rënuar koha. Kem pas edhe të banin tjetër drunit aty manej, aty s'ka me tas gjurmas. Tash mos i kam dalë unë, familja ime kanë dalë vllaznit edhe masa ne në bjeshk këtu. Po me kohë edhe ata emigruan edhe ata. Kështu si pen 95 në mrapa, nuk, do të thonë kush penesh s'ka me këtu. Kem dalë gjithë. Mirë po së shpejti mbi themelit të banave të vjetra do të ndërtohen të reja. Pa tash rruga në hap për kush ka mundësi me shfrytëzue, bile për mua vonë, kupton? 55 vjet i kam, jem ka i përgatit në plesnis, me pas ku me ardhë. Se ndërtimi rrugës ka kjo bjeshk është sfidë në vete, mjafton përmendje e faktit se për një leje të vetme për hapjen e kësaj rruge me investime vetanake u deshen 4 vite pritje. Vjet në u dha leja edhe fill vazhdojmë me punime, do të thonë hala nuk u bën viti, tash në 8 orë, 9 orë bëhet një vit si u hap kjo rrugë. Sa është i gjatë rruga dhe sa është i gjatë? Është rreth 4 kilometra kjo pjesa si u çel tash rishta. Por pritja e stërzgjatur nuk e zbrapsi këtë mërgjimtar të dhënë pas vendlindjes së vet, i cili në emër të kësaj shenjtërie investoi mbi $50.000 të djersës së derdhur ndër vite larg dheut. Kostoja deri tash ka qenë €50.000. Në fillim i kom gjitha i kom vet i kom po. Më kanë ndihmuar ca familjar kush shënit afërt €7.000, $7.000 deri sot, edhe ata 7.000 jem të investuar prapë në rrugë, kësaj vjeshte, për disa proje me i bën, do përmirësime
Ato 7.000 edhe do mi shtu e vetë, për mi 10.000 po bëhat, si do të me bëhat do përmirësime para dimnit, kupton, si mos të mëtot rruga. Do me thonë, veç vllazëria ju i ka pagu $50.000? Unë personalisht po. Zoti është problem. Po, 50.000 euro. Po, 7.000 më kanë një modë e tash, premtime ka boll, dishta me cek si për sa i përket lejeve, dokumentave, më kanë një shumë kujtim dhe dushaj edhe Kelmen Ahmetaj, këllmeni këto. Më kanë një këta dy persona shumë, edhe këtë është i parkut nacional i Plavës, i harrova emrin. Vënoj pak dhe i sa u miratue, dhe më thonë, 2018 e kom bën kërkesën, 4 vite. Si vjetë e 5 vit, po vjetë u bën kjo rrugë. Dhe kjo merr kuptim më shumë nga fakti se kjo bjeshk nuk banohet më nga familjet e dikushme, por është e banueshme nga ky blegtori i cili ka të drejtën e shfrytëzimit në një bjeshk krejt tjetër. Bjeshka aty në është që atje. Po, unë kur e kom pa këtu, si ka ndalë ata, unë jem knaqë. Bile, me dalë dikush, e kuptan, mas me metë shkret. Bjeshka aty në është që atje. Po, unë kur e kom pa këtu, si ka ndalë ata, unë jem knaqë. Bile, me dalë dikush, e kuptan, mas me metë shkret. Për para me kual, ka ndalë këta që disa vjetë. Edhe faleminderit, u dalë si me kanë shpiteme, aty, me zemër, e kuptan. Edhe më vje keq shpesh herës nuk nalë në heqë se faleminderit për respektin, saj për këtë meje e familjes time, ata janë të mirë sa ardhën në bjeshkën tonë, dhe të shfrytëzojnë në maksimum sot, si ku din ata. Sa ka mbështetur kjo zonë nga institucionet qendrore? Mungon rruga pe Gusin Vuntha, a erdha se rrugë. Qendra e Gusisë që shtoa? Është mirë, ma komuna Gusia. Në qytete tjera? Qëtu në veri, po anej ma thellë Malxhi, jo. Veri, po mendojnë zonat banume me shqiptar apo në përgjithësi? Në zonat banume me shqiptar, qëtu në Plavë e Gusinje po flasë. Janë lanë masdore, nuk e intereson, punohet shumë pak. Apo bëjnë të votuarit prej jush, shqiptarët në këtë rast, për të mbrojtë drejtat e komunitetit shqiptar? Jo, më falë aty... Apo një trajtim të barabartë ta kemi? Në kjo ati, këta politikanë shqiptarë përruin postin e vetë. Shko naj, vjen tjetëri, kur që ndryshim nuk bëhet, po, nuk kom çka të thëmë për ta. Pa që mërgatën. Mërgata, ata, një kjo ti, mërgjimtari është jabanxhi gjithë ku shkon. E lën shpinë, shkon mërgjim, je mërgjimtar, je i huaji. Edhe kur kthehe si puna jam e këtu, prap mua po më thonë i huaji. Do më thonë, kur e lën shpinë, je jabanxhi ton jetën edhe kur gjanë. Fshati pitoresk i Vuthajve gjendet në zemër të Alpeve shqiptare, rrethuar nga vija kufitare vargmaleve epike, ndërsa ky shqiptaro-amerikan i shkëputur nga vatra e lindjes që në moshë të re, e di shtririn e tyre qartë dhe një për një. Këtu quhet livadhi vers. Fusha Sirme, bjeshka Fusha Sirme. Këtu lartë është muaj e Fazlis. Aty filla e gryk është qafa e borit, edhe gryka e dërzhanës thirët, lidhet me qerem Shqipërisë. Atër është kolata e mirë, kolata e keqe, lugu i përslopit, ku shkohet në Valbon. Ajo kodër aty tash është moja NX, moja e madhe, edhe atje lartë moja e shtjerave. Shtjerat janë kingjat, qengjat kanë dalë, bariu ka dalë atje me kengja, mi lague pe i dhanëve, kupton. Atëherë është qafa e gjytetës, livadhi gjytetës, edhe maton atë është bjeshka Bjeliqi. Bjeliqi edhe bregu i malsorës shifet ma nej, kurse ato maje larga nej është Karanfili e Podgoja e Brada e Vezirit. Dhe me thonë, tash ajo bjeshk edhe ma nej atjo kufiri tjetër me Shqipërinë. Tash kufiri fillon qëtu, e sillet rreth e rrotull, edhe na Vuntha jem komplet mrena thuj territori Shqipërisë dhe ka kanë, kur i nda kufit 3 vjet, o kanë zonë neutrale. Po, vija kufitare dhe më hanë, komplet kjo hinë, Vunthajt hinë në kështu mrena të Shqipërisë, kuptoj? Po, edhe 3 vjet ka kanë zonë neutrale, as knej, dhe i sa fuqit e mdha vendosën me adhonë malit zi. Deshta, shumë kam dasht dishruar, që më këngë të trimnoj, me fjallën tënde të ndrydhën të ngrej fuqit prej gjumit,
Këndova edhe kur m'ishte ndalue, se liria do të vinte edhe për ty, të përbuzur. Këndova mbi ditët fatlume që do lindshin pa dhunë, nagimin e lirisë për ty me popujt këtu e ngjeti, mbi forcë të bashkimit të mbar, mbi vrullin tanë të mshehun. Unë, biri yt besnik dhe poeti. Tashmë, mjegulla mbi luginin ma gjepsese është davaritur duke nxjerrë në pah magjin panoramike të këtij fshati, i cili i frymon buzë vargmaleve monumentale dhe në mozaikun e tij shkrihen ngjyrat më të bukura. Ndërsa vetdia e banorëve për vlerat e pakontestueshme të kësaj treve, si dhe shkathësia e tyre për të kapur fillin e jetës dhe kaluar çdo vështirësi që po shkakton migrimin shumë vjeçar, janë perspektiva në rritje e këtij fshati rreth bjeshkëve. Një rol të rëndësishëm në këtë drejtim ka edhe zinxhiri i bujtinave të ngritura nëpër shtëpi private, përderisa objektet hoteliere janë lokomotiva e këtij zhvillimi sado të ngadalt, i cili premton një të ardhme të ndritur. Një i tillë tashmë është ngritur nga një mërgjimtar vuthian, i cili ju rikthye vendlindjes pas një dekade migrimi. Në 2003 deri në 2014 për çdo vit, diku 11 muaj, diku 9 muaj, edhe vjen në situata ashtu, prindet nanë e babë kishim knejna dhe i thëmë vlla nesër unë iki për vendlindje. Tha, çka ba gjan? Thash jo, as i gjan. Thash unë e ku vendos mu kthye me jetua aty ku kanë jetuar të partë tanë, ku ka jetuar gjyshi, ku ka hangër psheshekos, unë do më shku me jetua aty. Unë nuk rrit jetën në Amerikë. Edhe jem kthye, jem ardhen në vendlindje aty ku kanë jetuar të partë tanë. Ky mërgjimtar, pas një dekade migrimi në SBA, tashmë i është rikthyer vendlindjes me investime dhe ka ndërtuar një jetë të re dhe një familje të shëndosh. Se ish e ba me gjitha investim. Kishim shtëpinë e re, çdo gjë ishte në rregull, pronën po dhe më ja kthye shpinën gjithë atij investimit. E asaj njerëz se diçka sigur me më kap një farë mallkimit. U ktheva edhe jam falenderues ndaj Zotit se çdo gjë, do të thonë ka kënë ma mirë se t'isha në mërgjim. Tash 7 vite punojna, hoteleri dhe pritje turistash, turista një ditor. Një treve lën pas dore sa ajo përket investimeve, me një zë të mbytur nga përfaqësuesi politik shqiptar, si dhe me shumë pengesa edhe për iniciativa investimesh nga Mërgata. Me thonë drejtën, zhvillimi rural i kësaj pjese është shumë i ngadalt. Pjesë mbron vetëm vendin e punës edhe do me thonë, që është i knaqun edhe nuk vazhdojnë monena. Kena mungesë rrugë, do me thonë investime rrugore, që ka janë kryesore që na lypen për zhvillimin e turizmit pikërisht në këtë pjesë. Do me thonë, kur vjen situata që bashkëdhetarët tanë të bojnë investimet vetanake dhe derdhin dirësën në atë pjesë ku do të ishte drejt që të ndërhyjnë të shteti apo komunja. Dokumentacionin, do me thonë, edhe ti nëse e ke bën një pronë ose një investim, do me thonë që i përket komunës, lypin dokumentacion, lypin disa gjana që kishte me qenë nevojë për donacion. Sa i thjesht janë donacione që i bojmë private. Në ato pjesë, ku marr pjesë edhe vetë, gjatë këtyne 7 viteve, Mërgata e këtushme ka dhënë shumë për fshatin e lindjes që nga ndërtimi i shtëpisë së kulturës, renovimi i xhamisë, ndriçimi publik e investime të ndryshme që vazhdojnë. Per hir të ndjerës, gjithmonë thëke si nuk na qitë ndritat në katon, si nuk na i rregullojnë, nuk na asi dhe masi kishte vdek ajo, një pjesë e të hollave ishte imja, kurse tjetra pjesë ishte familjes, të cilën e kishin mbledhur në Amerikë, edhe kem ba, do më thonë, atë donacion që i ka dhënë një ngjyrë ma qytetruese dhe katonit.
Për krah biznesit familjar, produktet e tyre vijnë nga ferma natyrale sikurse edhe nga familjet përreth. Se ndihma nga biznesi nuk është vetëm ndaj meje. Do me thonë, une aty i kom të punësuam disa të rinj nga Katuni, këtu nga Bunthajt, plus asaj na marrim edhe ushqimet, edhe prodhimet i marrim pikërisht nga vendalit këtu që është një plus për gjithë neve. Ai maj 5 krijer lop, kom 15 dele. Një ndukuri për të admiruar në këtë vend është kujdesi i të rinjve për bagtin, të cilët i sheh kohë pas kohe të kilshojnë apo i kthejnë nga kullosat. Kjo vret edhe për këtë pak kohë brenda këtij fshati, kur vajzat e reja si dje gjyshet, nënat e hallat e tyre, ju grahin bagtis ka kullosat apo ka stallat. Sepse bukuritë të tilla kontraste shpërbëjnë këtë lugin prallore, ku nga një kënd mund të shohësh shtëpinë akomoduese dhe në anën tjetër mullirin e vjetër, vizitorë të huaj që pushojnë nëpër veranda, si dhe vajza pas bagtis apo djem që punojnë tokën. Mjalti i vuthajve ishte një brend në vete nga kjo familje, e cila kishte rreth 100 koshere blet dhe pati një shpërndarje të gjerë në trojë shqiptare dhe në Mërgat, deri në çastin kur për arsye të panjohura, bletët u shpërndan krejt pa pritur. Para 4 viteve kisha edhe 110 koshere blet, të cilat u dëmtuan, do me thonë 96 koshere blet kanë ikën muajin 9 dorë, mas gjitha trajtimeve, do me thonë edhe ishin prefekt. Mjalti nga Bunthajt, ka arrit në Amerikë, ka arrit në Gjermani, në Shqipni, në Kosovë, gjithkund. Nuk është që është mjalti që e kemi shit, po edhe mjalti i dhuruam pikërisht të tregojmë njerëzve se këtu është veni prefekt për me jetua, edhe veni ku mund të zhvillojsh biznes. Edhe jetë. Kjo azë gjelbrore me burime, ujvare e lumenj është rrethuar me bjeshkët e larta, të cilat dikur shfrytëzoheshin me të madhe nga popullata e këtushme. Fshati i Bunthaj është i rrethuar me shumë me bjeshk, do me thonë te i kalon diku numrin 10. Na si familje për 33 vite kena dalën bjeshkën e Romanit, që i përket ajo bjeshka atje. Edhe na të bjeshke thuash jem rritur. Në atë bjeshk kemi kënë dikun rreth 50 bane, do me thonë kanë qenë për mi 1200-300 copë dele, mos edhe ma shumë. Aty janë rritë me gjenerata, aty është kënë jeta me lumë të rema jona. Në qyshën vitin 93, në atë bjeshk nuk del kurkush. Asin këto bjeshk tjera për rreth, do me thonë kanë metë që ishin gjithmonë plot, si Bjeliqi, si kjo pjesa e Komlemit knejna, në Bradë, në Zostan, në ajo pjesa atje, ka mjetë vetëm një stan, në cili del në fushën e Sirme. Dhe na krenohemi me atë familje, me thonë drejten se krenohemi që vazhdojnë ende. O i shala do është Zoti dhe vetëdijsojnë edhe njerëzit ta shohin se këtu ka zhvillim, këtu ka jetë. Ndërsa migrimi plag në thellim në këtë zonë të banuar kryesisht me shqiptar, për nga familje të tëra fluturuan ndër vite si plyma zogjësh dhe duke lënë pas vetes vatrat e veta shkret, u shkapërderdhën në përdhenat huaja. Shohim atë dëmtimin që na ka dhënë emigracioni. Do me thonë se nga 100 shtëpi këtu që i thonin Katunin e Sirën Bunthaj, dimrit jetim vetëm 17 shtëpi. Fshatrat e depopulluara, do me thonë që kanë qenë, janë Kehoti, i Plavës i Gusins, janë Kukajt, janë Martinajt, janë Hakajt, po të gjithë pos Hotit, këto tjetë kanë ende banor. Në Hot, do me thonë, është banë shpërgulja gati komplet. Nuk është mjerim, do me thonë, shpërgulje e mjerueshme.
Migrimi i popullsisë brenda jashtë vendit vazhdon të jetë plagë e gjallë e këtij fshati, në të cilin nga qindra shtëpi të banuara në stinë të ngrohta, gjatë dimrit vetëm në 10 rasosh ndizet vatra e jetës. Ndërsa mesazhi për banorët e mbetur është që të punojnë në vendlindje siç punojnë jashtë saj. Banorëve këtu do të thojsha se nëse punon sa punon në mergim, punon këtu në Vunthaj, do ta gjesh veten më mirë dhe do ta gjesh lirinë, do ta gjesh qetësinë dhe kur të shtrihesh ta bësh atë natën e gjumit, do të thonë do ta bësh qetë. Pa presion, pa pëndjesa se je zot shtëpia në shtëpinë tote. Do të thonë këtu je ti ai që je kryesori dhe jo dikush tjetër. Ndërsa migrimi, plag në thellim në këtë zonë të banuar kryesisht me shqiptar, për nga familje të tëra fluturuan si plyma zogjësh dhe duke lënë pas vetes vatrat shkret u shkapërderdhën në përdhenat huaja. Edhe në këtë fshat nga qindra shtëpi të banuara gjatë stinëve të ngrohta, gjatë dimrit vetëm në 10 rasosh ndizet vatra. Pesha e migrimit ndihet më së tepërmi në shkollën e këtij fshati, I cili në klasën prej 40 nxënësish dikur, si vjet në klasën e parë, do të regjistrohet një nxënëse e vetme. Këtë vite në klasën e parë fillon vetëm një nxënës, edhe ajo është vajza ime, Eli Ahmetaj. Po, dhe këtu është ajo e keqja që na ka bërë mergimi. Do me thonë që na ka shpengull, na ka vetmua, na ka lanë, si të thëmë, bërfnia nuk vjen vetëm nga pasuria, bërfnia vjen edhe nga mungesa e shokëve për të jetuar bashkë, për të zhvilluar edhe aktivitet bashkë, do me thonë edhe ajo është bërfni. Zëri i saj nga gjiri I malit vije me këngë si nga folezë anash e dragonjsh, të cilët pinë ujin, lahen e lozin buzëk burimeve e këtij pellgu kristalor. E si ke emrin ti? Idiomi. Sa vjeç je? 5. Do të shkosh në shkollë? A do të përzitesh ti pa shoqë e shok? Po. Po tu sheti tu malin ko të dush për gjuje gjin me boj dhe një kopsh shma bukin shpode ti të gjitha ju e boj I vogët pa I kon duke kon jo ta shamon ty duke kon zimme ty jo ta shamon a ju e bor semër ty so fukriosh Jule bor, semër ty so fukriosh. Sepse bukuritë të tilla kontrastesh përbëjnë këtë luginë prallore dhe si në pikturat më të bukura nga dorë perëndie, ngjyra jete e vdekje shkrihen në harmoni. Ndërsa ky imazh me fluturim petalesh si një mirazh hynor mbi këtë foto të ngjitur në faqe shkëmbi të një vullthjani të shuar në valet e kësaj yjvare dhe këto voglushi që vrapojnë kahjeta harlisur në përreze kanë një rrugë të vetme. Ndërsa që të dyja bashk një mesazh I qartë se si jeta po aq edhe vdekja nuk janë tjetër veç se një rrugtim I vazhdueshëm dhe kapërcim nga një etapë në tjetrën deri në kthimin tek krijuesi I botëve.
Fshatrat e Plavës dhe Gucis janë kryesisht të rrethuara me bjeshk, infrastruktura rrugore të cilave mbetet e vështirë. Dallon rruga ka bjeshka vali, për hapin e së cilës banorët u futën në Grack me çdoli se nënshkrimit nga pushteti i atëhershëm i Plavës ju morin për ndërtimin e një deponie të përkohshme rajonale mbi kodrën Jerina, se lije dikurshme perandoreshës Ilire Jerina. Rezistenca e banorëve me peticione protesta kundër kësaj deponie 200-300 metra vija ajrore larg vendbanimeve dhe depozitave të ujit u shtyp me forcë nga pushteti malazez, ani pse vendgrumbullimi i hapur mbeturinash pranë një vendbanimi dhe kundër vullnetit të banorëve autokton përbën shkelje të shumë fish të konventave ndërkombëtare për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe të mjedisit të pastër, si dhe bien ndesh me politikat integruese të Bashkimit Evropian për Malin e Zi, i cili synon të futet në familjen evropiane si shtet ekologjik. Kundër këtij akti reagoi edhe zyra evropiane e mjedisit në Bruksel, duke vendosur problemin e martinajve në Ejolt Atlas si pikë të kuqe mjedisore në botë. Por edhe pas të 10 vitesh, kodra Jerina vazhdon të mbetet një vend grumbullimi hapur mbeturinash, të cilat në vend të riciklimit digjen, duke përbërë rrezik permanent për banorët e këtushëm për florën dhe faunën. Bashkëpunimi ndërkufitar është një ardhmë e cila premton për këto zona dhe banorët e tyre trashëgimia kulturore dhe natyrore, e cilave është pjesë e thestarit kulturor botror dhe prandaj gjithnjë mëjoshse për vizitor nga mbar bota. Këtë mundësi kohë më parë pa shoqëria civile e zonës ndërkufitare, për cilat trekëndshi Kosovë, Malizi, Shqipëri, është një dhe i pandashëm dhe mbi këtë vizion vazhdoi misionin e saj, duke tejkaluar çdo pengesë dhe duke ngritur iniciativen e tyre vullnet mirë në nivel institucional. Përpjekjet e filluara si pjesë e lëvizjes së Parkut të Paqes në Ballkan në vitin 2005 në Prishtinë rezultuan me nënshkrimin e një letre të qëllimit të mirë nga kryetarët të 6 komunave dhe bashkive të Kosovës, Malit të Zi dhe Shqipërisë. Aktivitetet në të njëjtën frymë vazhduan ndër vite si ky i vitit 2018 me moton Kufit ndajnë natyra bashkon, me të cilin u kremtua përvjetori iniciativës evropiane të Brezit të Gjelbërt, i themeluar me 2003, duke përquar mesazhet e tyre qëllimira dhe vizionare për këtë zonë. Da smo mi na ovom prostoru na tromeđi na najvišem vrhu uspjeli da... Jemi këtu në trekëndshin kufitar në pikën më të lartë që bashkon Kosovën, Malin e Zi dhe Shqipërinë për të bashkërenduar aktivitetet tona. Ne, shoqëria civile e Plavës dhe e Gucisë, dëshirojmë që të japim kontributin tonë në mënyrë që kjo zonë të jetë e sigurt, që të mund të vizitojmë të gjitha këto maja dhe të organizojmë aktivitete të përbashkëta pa barriera të çfarëdo natyre. Ndërsa që nga ekologët e deri te pushteti qendror ju bëj apel që të marrin mësim nga organizatat tona në mënyrën se si bashkëpunojmë, se si me një gjuhë të përbashkët të zgjidhim çdo problem, si dhe gjithçka që fillojmë bashkërisht ne ja dalim me sukses. Përsa apo në këtë trekëndësh mahnitës, këta ambientalista apasionuar do të ribashkohen së shpejti me një ngjarje të rëndësishme rajonale, festivalin e parë rajonal dimror, hapja zyrtare të cilit do të bëhet me 5 mars 2024 në Qendrën Kulturore të Plavës. Me këtë rast, kryetarët të komunave dhe bashkive të Brezit Kufitar, Pej, Deçan, Junik, Bajramcor, Plavë e Guci do të nënshkruajnë memorandumin për intensifikimin e bashkëpunimit, të bindur tashmë se perspektiva e ndritur e qyteteve të këtij brezi janë pikërisht këto vargmale të bekuara, të cilat janë institucionalizuar tashmë si park kombëtar me toponimin e parë Bjeshkët e Nemuna. Bjeshkët e Nemuna janë pjesë e brezit të Gjelbërt evropian, bosht kryesor i një rrjeti ekologjik dhe model i bashkëpunimit ndërkufitar, si dhe i ruajtjes së trashëgimisë natyrore dhe kulturore në Evropë. Fushgrupa e Plavë Gucis është një oazë e Gjelbërt me burime ujvara, lumej një liçen rrethuar me bjeshkë monumentale.
Ajo është vatra detash dhe intelektualësh shumë të shquar shqiptar, të cilët vullosin emrin e tyre nëpër analet e historisë. E veçanta e kësaj krahine është trashëgimia e rrallë natyrore me burime lumenj, ujvare e liqenj. Sepse të tilla logje zanash e kreshta dragonjsh përbëjnë zonën mahnitse të Plavës dhe e Gucis, pjesës të cilës janë edhe këto burime, të cilat shpërthejnë furishëm nga bjeshkët epike dhe duke rrethuar kullën historike të Alej Pash Gucis, shtrihen si një pasqyrë kristalore në syprinën në së cilës shkrepin panoramat hynore. Përderisa liçeni i Plavës mbetet një margaritar i kaltër i kësaj treve, cila me magjinë e trashëgimisë natyrore njihet edhe si perla e Ballkanit.